Zona kodrinore e Lushnjës që shtrihet nga Thanasaj, Buzlumit Shkumbin deri tek kodrat e ujmbledhësit të Thanës, ka të kultivuara rreth 500.000 rrënjull linj. Fermerët e kësaj zone prej disa vitesh në varësi dhe të varieteteve të ullinjve kanë filluar vjeljen dhe prodhimin e vajit të ri. Këtë vit bujqësor prodhimi i ullirit krahasuar me vitin e kaluar ka një rënje në sasi 40 deri në 50% sipas zonave, por cilësia e vajit të ullirit është më e lartë. Sipas fermerëve, rënja drastike e sasisë së prodhimit të ullirit ka ardhur si rezultat i ndryshimeve klimatike dhe kryesisht të thatësirës së tej zgjatur në muajt korrik dhe gusht. Rënja e prodhimit i penalizon kultivuesit e ullirit, pasi kostoja është e njëjtë për njësi të sipërfaqes, ndërsa prodhimi ulët dhe me çmimin aktual me 700 lekë për litër nuk krijon të ardhurat e parashikuara për ekonomitë familjare të fermerëve. Ndër të tjera, një fenomen i shfaqur prej vitesh në sektorin e bujqësisë është edhe mungesa e fuqisë punëtore. Sot kemi ditën e tretë vjeljes, edhe si vjetë sezoni ishte çik i pakët, ishte shumë dobët si vjetë. Vjetë kemi marrë goxha prodhim, kemi hecur mirë, po si vjetë shikojmë shumë pak prodhim. Si vjetë ka qenë shumë thatësinë madhe, ka qenë shumë koha domethënë ngrohtë, edhe rreshtet e shiut nuk kanë hecur mirë, prandaj ka qenë prodhimi i pakët. Ishte shumë i dobët, si vjetë ulliri. Nuk ka prodhim. Shpenzimet janë shumë të mëdha, edhe prodhimi ishte i dobët. Ulliri si edhe shumë i dobët për shkak të natyrës atyre. Fuqia punëtore është shumë i dobët. Me forcat tona pa vjelë me avash. Fuqi punëtore nuk ka. Për këtë vit nuk është mirë, duke krahasuar me vitet e tjera. Si cilësia është i mirë, si vaj, por rendiment nuk ka. E vit në 18 kujtal që vola vjetë, si vjetë mund të kemë 40% e vitit kaluar, po. Ndërkohë që pronarët e fabrikave shprehen se këtë vit do të përpunojnë 50% më pak se sa viti i kaluar. Në krahasim me vitin e kaluar, situata është e dobët. Pritet të çfarë dëgjojmë edhe nga fshatarët, po edhe vetë, pritet të rreth 40% e prodhimit vjeçëm. Për 40% një rënje e madhe sasie? Sasie. Sa i përket cilësisë? Cilësia është e njëjtë, vaji është shumë cilësor, nuk bëhet fjalë, po vetëm se sasia. Vaji është shumë cilësor këtë vit, problemi është që kemi pak ullir. Ndikon në rritje të çmimi. 7.000 lekë mund dhe 8.000 lekë, 7.500, 6.500. Te nuk e cëptojmë akoma ne. Është 20% të vjeçmi. Në vjetë për shumë kemi pas 2.000 kujtal, si mjetë kemi 500 kujtal. Është shumë i dobët si mjetë.